Presidenti Amerikan Donald Trump tha të mërkurën se e ka gjasa të kërkojë angazhim nga Irani për t'i dhënë fund të ambicieve të tij bërthamore në bisedimet e javës së ardhshme. Trump ja atriboi sulmeve të SBA-s ndaj Iranit përfundimin e shpejtë të luftës mes Izraelit dhe Teheranit. Presidenti Amerikan tha se vendimi i tij për të sulmuar sitet bërthamore në Iran kishte shkatruar programin bërthamor të Iranit dhe e quajti rezultatin një fitore për të gjithë. Ndërkohë iranianët dhe izraelitët po përpiqen të rifillojnë jetën normale pas 12 ditësh të konfrontimit më intensiv ndonjëherë mes dy vendeve dhe një armpushimi që hyri në fuqi të martën. Duke folur në Hag, ku mori pjesë në një samit të NATO-s të mërkurën, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk e shihte Iranin të angazhohej përsëri në zhvillimin e armëve bërthamore. Teherani për dekada të tëra ka mohuar akuzat e udhëheqësve perëndimor se po kërkon armë bërthamore. Do të flasim me Iranin javën e ardhshme. Mund të nënshkruajmë një marrëveshje, tha Trump. Gjëja e fundit që ata duan të bëjnë tani është të pasurojnë diçka. Ata duan të rimëkëmben, u shpreh presidenti amerikan. Sa kaq drejtoria e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SBA-s tha në një deklaratë se sulmet ajrore të SBA-s kishin dëmtuar rënd programin bërthamor të Iranit. Agjencia konfirmoi një trup provash të besueshme se disa objekte kyçe iraniane janë shkatruar dhe do të duheshin vite për t'u rindërtuar.